kam në studio njohës mirë të situatës së rendit, madje është edhe ndër premtimet e tij kryesore Aslan Dogjani. Mirëmëngjes, mirë se erdhët zoti Dogjani. Faleminderit. Gjithashtu kemi edhe kolegen tonë në një lidhje Skype, Aida Topalli. Aida, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio, mirëmëngjes zoti Dogjani. Ta fillojmë në fakt me të dhënat me Aidën dhe më pas komentin e zotit Dogjani. Aida, tronditse në fakt shpejtësia e kryerjes, përkimet, koincidencat, edhe pse të atentatet me bataret, unë kam dyshimet e mia për koincidenca. Atëherë shiko Flavio, në fakt, sidomos kur jemi në periudhë fushatës zgjedhore, zbe akoma më shumë besueshmërinë tek institucionet e zbatimit të ligjit. Dhe po dëgjojmë vëmendje në fakt edhe kronikën në Tiranë, ne kemi kandidat për deputet edhe vetë ministrin e brendshëm, i cili me sa duket ka harruar që ka dhe një detyrë tjetër parsorë, që është rendi dhe siguria publike. E nga ana tjetër, kthehem pak pas në kohë, edhe kujtoj se si për një tjetër ngjarje ministri i brendshëm reagoi, madje duke akuzuar edhe gazetarët për lajme fake, për përhapje paniku, por në një atentat, ku mbetën të plagosur 2 fëmijë të mitur, një 17 vjeçar dhe një 11 vjeçar i cili rrezikon jetën e tij edhe aktualisht që flasim, duke zbehur dhe besueshmërinë tek institucionet e shëndetësisë në Shqipëri dhe duke shkuar për kurim të specializuar jashtë, nuk kishte asnjë reagim për këtë ngjarje totalisht të jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, shpejtësia e veprimit të autorëve lë për të dëshiruar, sepse nga njëra anë kishim një atentat në Lezhë, nga ana tjetër nuk kishim masa aq të madha në Tiranë, ndërkohë që praktikisht sa herë që ndodh një ngjarje kriminale, në të gjitha zonat ngrihen pika kontrolli, të cilat shërbejnë qoftë ndoshta për të kapur pika kontrolli nuk ngriten? Jo, pika kontrolli patjetër që kanë ngritur, do të ishte shumë e rëndë nëse nuk kanë ngritur, por për çfarë shërbyen këto pika kontrolli dhe në fakt asnjëherë nuk kanë shërbyer pikat e kontrollit sa herë që ka ndodhur një ngjarje se autorët veprojnë me aq shpejtësi sa që arrin të djegin mjetet, motomjetet apo automjetet që përdorin në ngjarje dhe asnjëherë nuk bien në styrin e policisë. Ajo që më bën përshtypje dhe më ka bërë përgjatë gjithë këtyre ditëve është fakti se shumë shpejt doli një pistë që shënjestër mund ketë qenë bashkëshortja e Rohan Brahimit. Ndoshta ashtu si tekstua edhe në kronik përveç faktin se kishim një ngjarje në Lezhë dhe mund të lidhej edhe prej ngjashmërisë që targa kishte. Megjithatë, ajo që mund të them është se në të njëjtën mbrëmje në Shijak, aty ku festohej ditëlindja e 11 vjeçarit, policia, grupi hetimor i Tiranës, nga prokuroria dhe policia e Tiranës ka marrë të gjithë kamerat e sigurisë dhe ka dyshime që autorët të kenë qenë duke i ruajtur që në Shijak, çka do të thotë që nuk ka ndonjë lidhje të drejtë për drejtë duhet teksuar me bashkëshortën e Rohan Brahimit, pavarësisht se kjo e fundit nuk ka përjashtuar faktin që bashkëshorti i saj ka pasur konflikte dhe por ka mohuar nga ana tjetër që ketë pasur ndonjëherë kërcënim edhe të qenë ajo kërcënim, sepse Flavio duhet Aslani e di shumë mirë që asnjëherë krimi shqiptar nuk ka shkuar tek gruaja dhe tek fëmia. Ne kemi parë dosje kur kanë pasur shenjestra të caktuara dhe në momentin që shenjestra ka qenë i shoqëruar me fëmijët, ka pasur një tërheqje nga ana e atentatorëve. Megjithatë, madje edhe ku kanë qenë fëmijët aty kanë kërkuar falje nëse s'gaboj rasti i mamurrasit. Po. Nga ana tjetër, Flavio, më lejo të kujtoj këtu atentatin e bërë ndaj Gentian Betjas, kujtoj këtu atentatin e parë të bërë ndaj tij, ku mbeti i vrar edhe punati, ku shoqërohej edhe nga fëmijët e vegjël, kështu që me sa duket vrasit me pagesë vetëm për të kryer, se duhet teksuar që janë vrasës me pagesë vetëm për të kryer atë që ata e konsiderojnë si punë, nuk kanë menduar nëse ka fëmijë apo jo. Kështu që edhe një rast tjetër gjithashtu ka qenë edhe në Tiranë, ku mbeti i plagosur një fëmijë dhe po ashtu mbeti e vrarë edhe një punonjëse totalisht e pafajshme dhe pa lidhje të paktën me ngjarjet kriminale. Kemi atentatin e Shtotrës, ku gjithashtu humbën jetën pas një terrorit të vërtet të bërë në Dobraç, ku humbën jetën një çift pa lidhje me
me ngjarje dhe krimi nuk është se po pyet shumë këto kohë, pra po vepron në mënyrë krejt të pazakont, krejt të paparë më herët dhe me një mlef që vetëm për të kryer punën dhe për të marrë atë shifrën e parave arrin të bëjë gjithçka. Dhe po rikthehem pak tek mbrëmja e Shijakut, ka dyshime që të jenë ruajtur dhe automjetet të jenë pritur në zonën e Shkozës për shkak se mungojnë kamerat e sigurisë. Kështu që ka edhe dyshime të tjera, policia e Tiranës ka marrë në pyetje të gjithë pronarët e automjeteve G-klas që jetojnë në të njëjtën rezidencë ku janë edhe familja e pronarit të securities dhe për të kthyer rrugtat fundit nëse kanë dyshime apo kanë konflikte me persona të caktuar, sigurisht sa herë që merren në pyetje Flavio duhet theksuar që gjithë secili mohon që të ketë problematika, por nga ana tjetër vetëm kur ndodhin pastaj që fatkeqësisht bëhen pre e atentateve të tilla, herë me plagosje, herë me kapajshëm, herë fatkeqësisht edhe me humbje jete. Kështu që vetëm një minutë përpara, të paktën të dhënat e fundit, këto janë, ka kaluar një tjetër automjet tip G-klas në të njëjtën zonë ku ka kaluar dhe automjeti i Felikani Security, por me sa duket autorët ka dyshime që kanë ngatruar realisht shenjestrën, por se cila ishte shenjestra e vërtet, kjo mbetet për të parë vetëm në fund të hetimeve. Unë këtu nuk bëj me faj absolutisht grupin hetimor për pistat që hedh, sepse në fund të ditës pistat mbi tavolinë të një grupi hetimor janë të shumta, duke nisur që nga fakti që bashkëshortja e Ram Brahimit mund të ketë qenë shenjestër e deri tek persona të tjerë, ndoshta shpesh është edhe gabimi jon që shpejtojmë për të folur për pista të mundshme të grupit hetimor, ndërkohë që ata shpesh na thonë që duhet të flisni sepse ne jemi vetëm në veprimet e para dhe për sa kohë jemi në veprimet e para. Po, gjithë kjo pritje, Aida, përfundon me mbledhje gjojash dhe kufomash, kështu që ndoshta nuk duhet presim më si të qoftë. Shiko Flavio, nuk është detyrim i grupit hetimor të na tregojë me deklarata zyrtare se kush është shenjestra dhe çfarë fondon me hetimet e tyre. Nuk po flasim fare për këtë, po flas për dy hapa përpara. Si gazetar patjetër është që përmes burimeve. Absolutisht. Falenderoj shumë për raportimin dhe edhe ato informacionet e imta që më përcolle. Unë do doja ta vazhdoj këtë bisedë me zotin Dojgjani, sepse faktet ne i parashtroi Topalli, megjithatë mbetet një situatë e rendi, kushdo qoftë shenjestra e atentatit, prap alla Amerikë Latine është, nuk është se na bën më europian nga tresa. Absolutisht. Ratë parë këto janë ngjarje dramatike që në ratë parë po ta shohim në këndvështrimin e anës njerëzore, kemi të bëjmë me plagosjen e 4 vetave dhe mes tyre dhe 2 fëmijë. 2 fëmijë të cilët do të rriten gjithë jetën me mangthin, me frikën, do të rriten me një pasiguri dhe do të ndikoj gjatë gjithë jetës. Edhe me ndjenjën e hakmarrjes, zoti Dojgjani, jo? Më fal? Edhe me ndjenjën e hakmarrjes. Patjetër. Dhe me ndjenjën e hakmarrjes, çfarë do të thotë që gjithë secili nga ne duhet ta imagjinoj që ajo ngjarje mund të ndodhte edhe me një kalimtar tjetër të rastit, mund të ishin fëmijët tanë, mund të ishin fëmijët e dikujt tjetër, gjë që është e tmerrshme. Pastaj do e shohim nga ana e rendit dhe sigurisë, është një tregues dramatik i pasigurisë në vend. Është një tregues që tregon që shteti ka dështuar plotësisht në sigurimin e rendit, në sigurimin e jetës së qytetarëve. Ndërkohë, tregon edhe një braktisje të territorit nga policia e shtetit dhe një kontroll i grupeve kriminale që i bën territorit. Pra, kemi një situatë të pasigurisë që çdo qytetar ndihet i pasigurt në rrugë, në shtëpi, në pronën e vet, kudo ku lëviz. E ndërkohë ministri i Brendshëm, në vend që të organizojë policinë e shtetit për të kontrolluar territorin, për të parandaluar ngjarje të tilla kriminale, ka organizuar gjithë policinë e shtetit për votat e tij. Pra sot, për fushat.
sot kemi një polici e cila përveç se një pjesë e mirë e drejtuesve të policisë janë të lidhur me krimin sepse janë emëruar nga krimi dhe drejtohen nga krimi, në rastin konkret janë bërë bashkë grupet kriminale dhe policia e shtetit për të mbledhur vota për ministrin e brendshëm. Ajo ngjarje nuk është e vetmja në Tiranë apo në Shqipëri. Ngjarje të tilla ka pasur të shumta, unë kam reaguar dhe në parlament ku janë vrarë të pafajshëm. Para çfarë më ka bërë përshtypje dhe unë e kam denoncuar gjithmonë, policia në raste të tilla mundohet të bëjë deklarata për të keq informuar apo për të hyrë syve opinionit publik, edhe në rastin konkret. Thotë që dyshohet që mund të ishte shënjestra diku tjetër. Kjo nuk e justifikon, absolutisht. Kjo është edhe më e tmerrshme që qenë ka shënjestra diku tjetër, thot polici, dhe nuk pas ka marrë masa që në të rrugë, që dikush është shënjestra që për të marrë masa për të parandaluar ngjarje të tilla. Se misioni policisë... Gja pak me atë batutën për Olsi Ramën, që s'kanë qenë me trafikantin. E dim që s'ka qenë Olsi, por nuk e dim kush ka qenë. Po nuk e dim kush ka qenë. Pra, por deklaratat të tilla i hedh për të tërhequr atë vëmendjen e opinionit publik që shiko, kjo ishte një rasti, por shënjestra ka qenë ajo, dhe po t'ishte goditur ajo gruaja, nuk ishte në i gjallë sepse ishte shënjestra. Pra hakmarrja u shkoi në vend, që do të thotë që ecin me atë filozofinë e kryeministrit që këta hënkshin kokat e njëri tjetrit. Unë nuk kam deri sot, nga eksperienca ime, nuk kam pa grupe kriminale që të shkojnë dhe të qëllojnë ndaj grave dhe ndaj fëmijëve, megjithse kohët e fundit këta cilët janë vrasës me pagesë, nuk kanë mo kod, nuk kanë mo etik, sepse edhe këta, kuptim me mirë të fjalës, kodet e tyre, njerëzore, sepse edhe me kanun përpara, edhe me gjitha rregullat e bashkëjetesës, asnjëherë nuk është qelluar mbi gruan e mbi fëmin. Edhe kur ka pas hasmin, po flas në kohët e më parshme kur s'kishte shtet, të dilte hasmi përpara, të shifte me gruan me fëmin dhe të linte. Thoshte ik sot, sepse nuk është normale. Nuk është normale dhe po flasim kohët kur s'kishte shtet. Sot kemi një shtet që paguhet nga taksat e qytetarëve. Një shtet po kemi gjykata, kemi drejtësinë, kemi një kryeministër, kemi një qeveri që jeton në luks, dhe për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik, edhe nga këto vrasje, sepse fundit shqiptari ka pranuar të jetoj edhe në varfëri, po të jetë i sigurt për jetën e përpronën. Çfarë ndodh? Ky përdor një filozofi, një strategji, sidomos tani dhe në fushat elektorale, por jo vetëm, që të tërheq vëmendjen e opinionit publik pikërisht edhe nga këto vrasje. Pikërisht edhe nga ekonomia, nga njerëzit që s'kanë mundësi që shkojnë në një market për të siguruar ushqimin. Dhe e patë se çfarë fyrje ju bën qytetarëve shqiptar. Përdori një fjalë në Dibër Qyrikët. Në Kamës u tha vajzave që lini të dashurit tuaj, joshni këta të PD-s. Ata që votojnë për PD-n. Çfarë ka bërë ky njeri? Këto e bën për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik nga këto gjëra. Çfarë ka bërë ky njeri me nënat të cilët janë të divorcuar? Me nënat kryefamiljare që ky u thot divorconi. Me atë fjalë thot divorconi. Më mirë se e ka nga eksperienca vetë në lidhje. Po, e ka. Çfarë ka bërë? E ka tamam, mirë ke se ka disa eksperienca ashtu. Çfarë ka bërë me nënat me fëmijë, cilët nuk u jep, kam takuar një nën me fëmijë, ishte kryefamiljare, nuk më japin asnjë pension, dha. Dale lypi. Kam patë njësia 9 duke marrë në koshat e plerave. Mes Tiranës. Edhe të njësia 2, më thot një nga, kishte një market, rastësisht futem dje, futet një non edhe merr një grosh fasule, edhe ajo kishte 1200 lek vjetra, grosha ponte 3200 lek. Nuk kam morë birë, tha. Kam parë një non tjetër që po tek ai market, tha, unë kur e pash që ishte duke mbledhur koshat e plerave, ai pronari marketin tha çdo ditë ja pun nga një bukë. Pra ky për tërheq vëmendjen e opinionit publik merri realitetin nga varfëria,
sepse Shqipëria nuk është qendra e Tiranës. Sigurisht. Po të vini me mua dhe të shikoni në për rrugët e Tiranës pak larg nga qendra, Shqipëria është në mirim. Ky nuk ka që atu thot njerëzve për rritin e çmimeve. Nuk ka që atu thot njerëzve që s'kan mundësi për të bler ilaçet me një pension 97.000 lekë. Nuk ka mundësi që atu thot njerëzve për t'i mbrojtur për rendin sigurinë publike, për dritat, për ujin. Dhe del pastaj fyn një popull. Se ai vërtet e tha në Dibër për popullin e Dibrës, po i ka thënë gjithë shqiptarëve. Se ai përdor politikisht. Ai vërtet e tha për ato vajza atje në kamp, cilët nuk ishin nga kamza, sepse fatkeqësisht i sjell nga. Kemi parë zotin Rama, kam një pyetje të fundit, që kjo nuk ka të bëjë, duket sikur ka të bëjë me politikë, po thjesht na ka ardhur gjithë më të hundës që mund të ndodhej atentati me një lehtësi të papërballueshme kështu. Dhe mos kapen autorë. Ju si e bëni, si e rregulloni? Absolutisht. A mjafton fryma, a mjafton fakti që vjen sherifi i ri në qytet, me thonë? Shiko, është absolutisht e realizueshme. Duhet vetëm të ketë vullnet, policia të mos jetë e politizuar, të jetë një policie e aftë nga ana profesionale, po aftë nga ana profesionale, jetë një policie zoja dhe polici me pagat larta e pa korruptuar. Ne sot kemi në policinë e shtetit militant partije. Ne në policinë e shtetit kemi kriminal, të cilët i kanë futur në punë për shkak se në fushata elektorale i ndihmojnë. Ne kemi kryeministrin që i ka marrë votat me grupet kriminale dhe sot grupet kriminale japin para tek Edi Rama dhe tek grupet, tek ministrat e tij për të bërë fushatën elektorale. Dhe në këmbim ju emërojnë polic, oficera, drejtues, të cilët ju shërben nesër i lënë të bëjnë trafik, po dhe ne sot kemi grupet kriminale kontrollojnë territorin. Nuk e kemi policinë e shtetit. Të gjitha këto bëhen shumë thjesht. Bëhen me vullnet, bëhen që polici që ne do t'u japim pagat mira, polici cilët mos tjenë të partisë apo të familjes, por tjenë polici që vinë me merit atje, me konkurrencë, me shkollë, dhe absolutisht ne do t'a bëjmë, dhe po ju them kaq. Partia Demokratike do të fitojë me 11 maj. Këta grupe kriminale, të cilët sot po mbështesin Edi Ramën, ministrat e tij do të gjenë vende të futen. Këta grupe kriminale të cilët po ja vështërsojnë jetën shqiptarëve, kanë fut frikën, dhe janë qytetarët jetojnë në frikë pasigurt, do të gjenë vende të futen, do të përballen me ligjin, do të përballen me ne. E mbyllim me këtë deklaratë, ajo që duhet ndigjon qytetarët. Miq të dashur, bashkë shihemi nesër, deri atëherë kujdes atentatin, nuk i dihet. Fluturon këmbi. Po të fluturojnë tamam në këtë lloj situate fluturojnë.